Gjermanët janë të pakënaqur me kancelarin e tyre Friedrich Merz dhe kjo ka të bëjë në radhë të parë me gjendjen ekonomike në vend, por edhe me disa çështje të tjera. Prej fillimit të qershorit të këtij viti deri në fund të shtatorit, pakënaqësia e gjermanëve me kancelarin Merz dhe me qeverinë e tij është rritur për plot 20%. Në qersor, pakënaqësia me qeverinë ka qenë 45%, ndërsa tani mbi 65% e gjermanëve janë të pakënaqur me qeverinë dhe kancelarin. E kjo, siç e thash, ka të bëjë me gjendjen ekonomike, mos realizimin e premtimeve për përmirësimet e shpejtë të gjendjes dhe me disa çështje të tjera që kanë të bëjnë edhe me çështje diplomatike. Në parashikimet e fundit të ekspertëve thuhet se ekonomia në Gjermani këtë vit do të rritet për vetëm 0,2%. E mira është pra që Gjermania pritet të dalë nga recesioni disa vjeçar, por rritja për këtë vit do të jetë tepër e vogël. Vitin e ardhshëm pritet një rritje prej 1,3%, ndërsa në vitin 2027 kjo rritje do të jetë rreth 1,4%. Por të kuptohemi, miq të dashur, këto janë vetëm parashikime të cilat vitet e fundit zakonisht nuk janë realizuar për shkak të luftës në Ukrainë, për shkak të inflacionit tepër të lartë, për shkak të çmimeve tepër të parashikueshme të energjisë dhe mallrave të tjera, për shkak të mungesës së fuqisë kualifikuar punëtore, për shkak të problemeve të tjera vendore e ndërkombëtare, për shkak të burokracisë e tjerë. E kohët e fundit, një prej problemeve më të mëdha të ekonomisë gjermane, por mund të them edhe globale, është Donald Trump dhe tarifat e tij plotësisht të paparashikueshme që kanë të bëjnë shumë edhe me ekonominë gjermane, ku dihet se kjo ekonomi në masë të madhe varet nga eksporti. Për shembull, vetëm vitin e kaluar, pavarësisht të gjitha problemeve dhe pengesave, për të cilat pjesërisht fola edhe pak më parë, Gjermania ka eksportuar mallra diku në vlerë prej mbi 1.500 miliard euro. Por, siç e thash, këtë vit ka edhe më shumë probleme për shkak të Trumpit në radhë të parë. Këto ditë erdhi një lajm i mirë që Bashkimi Evropian dhe Amerika kanë rënë dakord që nga 1 gushti të futet në fuqi marrëveshja për tarifa amerikane prej vetëm 15% për produktet europiane, që ka gëzuar shumë në veçanti industrinë e automjeteve gjermane që është në krizë. Por, akoma pa u futur mirë në fuqi kjo marrëveshje, Trumpi erdhi me një kërcënim të ri që të fut 100% tarifa për industrinë farmaceutike, e ky është vërtet një shok për ekonominë gjermane për shkak se gati 1/4 e ilaçeve gjermane shiten pikërisht në Amerikë. E nga ky vendim mund të dëmtohen fabrikat dhe rreth 130.000 punëtorë të këtij sektori. Prandaj, dhe parashikimet e instituteve dhe ekspertëve gjerman, pavarësisht seriozitetit të tyre, më duhet të them që vërtet janë serioz, shpesh dalin të pavërteta sepse Trumpi është i paparashikueshëm në veçanti sa i përket çështjes së tarifave. E asgjë nuk mund të parashikohet edhe sa i përket Rusisë dhe luftës në Ukrainë, apo dhe luftës në lindjen e mesme, si dhe sjelljes së Kinës në suazat ndërkombëtare, për shembull në çështjen e Tajvanit dhe të tjera. E gjitha kjo natyrisht që ndikon edhe në imazhin e kancelarit Merz dhe qeverisë së tij. Qeveria gjermane ka vendosur që në 4 vitet e ardhshme të investojë rreth 500 miliard euro në infrastrukturë, si dhe qindra miliarda euro për mbrojtjen e vendit. Kjo mund të ndikojë natyrisht në gjendjen ekonomike në vend dhe mund të sigurojë vende të tjera pune, por kjo do të thotë se vendi futet në borxhe edhe më të mëdha se tani, e ato natyrisht që dikush duhet i kthejë. Prandaj, do të jetë vërtet shumë interesante të shihet se si do të realizohen të gjitha këto projekte dhe sa do të ndikojnë ato në ekonominë gjermane. Po jo, miq të dashur, në veçanti ju që jetoni në Gjermani dhe vareni nga kjo ekonomi, si e shehni punën e Merzit dhe qeverisë së tij dhe si e vlerësoni gjendjen ekonomike aktuale në Gjermani? Mendoni se produktet gjermane vërtet do ta kthejnë shkëlqimin e tyre, apo ekonomia gjermane do të bie në mesataren europiane dhe botërore? Nëse doni, natyrisht që mund të më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë dhe të japim mendimet tona së bashku. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, sepse natyrisht që ka të bëjë prapë me të gjithë ata që jetojnë në Gjermani, e në Gjermani jetojnë qindra mijëra shqiptarë. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.